Seanca gjyqësore në themel ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Velia është shtyrë sërish këtë herë për shkak të mungesës së 4 pandehurve ose përfaqësuesve të tyre ligjor në sallën e gjyqit. Në këto rrethana, prokuroria e posaçme kërkoi gjykatës shtyrjen e seancës, si dhe pezullimin e afateve të paraburgimit për Veliajn. Kërkesa e tyre u kundërshtua nga avokati i tij Plaren Dreca, i cili argumentoi se një masë e tillë është antikushtetuese në rast se shtyrja e seancës nuk vjen si pasojë e veprimeve të pandehurit. Megjithatë, gjykata vendosi të pranojë të dy kërkesat e Spakut, duke rrëzuar pretendimet e mbrojtjes dhe duke i vijuar me pezullimin e afateve të paraburgimit për të pandehurit. Ky vendim pritet të ketë ndikim në ecurinë e mëtejshme të procesit gjyqësor. Pas seancës, avokati Dreca deklaroi për mediat se as klienti i tij dhe as mbrojtja nuk kanë pasur akses të plotë në të gjithë provat e paraqitura nga prokuroria e posaçme, duke ngritur shqetësime për transparencën e procesit. Duhet të jemi rezervuar për shkak të faktit se nuk e kam arsyetimin dhe nëse unë bëj deklarata nxitura pa pasur arsyetimin, mendoj që nuk i shërben. Ndërkohë, çështja e interpretimit ligjor të pezullimit të afateve të paraburgimit është bërë objekt shqyrtimi edhe në nivel më të lartë gjyqësor. Apeli i posaçëm ka kërkuar interpretim nga gjykata kushtetuese, duke pretenduar se disa dispozita të kodit të procedurës penale mund të bien ndesh me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njerëzit, duke hapur një debat të gjerë juridik mbi këtë praktikë.